njerëzit po mbeten pa bler dot shtëpi sepse çmimet s'kan më lidhje me tregun, po kanë lidhje me këto aktivitete. Dhe kjo është në fakt një fenomen që prej kohësh flasin të gjithë, e din gjithë, tani edhe po shkruhet në për raporte ndërkombëtare dhe ne deri më sot nuk kemi një hetim për këtë si fenomen. Po ne kemi njerëz të kapur që filanet i kapëm 15 apartamente, tjetrit i kapëm 30 apartamente, ky e ka bërë kështu me iniciale, por ne nuk kemi asnjë hetim apo jo për fenomenin, apo ndodh pastrimi i parave në mënyrë masive në Shqipëri përmes ndërtimit, nuk kemi. Sidomos emrat fundor që na jep Spaku. Po. Pra po si fenomen askush nuk ka bërë përçapje ta hetoj apo jo. Pra, problemi jo vetëm që nuk ka asnjë lloj iniciative apo përçapje për ta hetuar, por gjithmonë kanë ndeshur në një mur mbrojtës, sepse dashe pa dashe, për shembull, në kallëzime të tjera që kam bërë unë, se ky është kallëzimi 85 që unë çoj në SPAK, në kallëzime të tjera, në një formë apo në një formë tjetër, unë e kam ngrit shqetësimin e ndërtimeve antiligjore, të cilat jo vetëm nuk e kanë burimin e ligjshëm të financimit, por është dukshëm pastrim i produktit veprave penale, përsa kohë që çmimi është në stratosferë dhe nuk krahasohet me çmimet që janë qoftë në vendet e rajonit, po aq më shumë me të ardhurat për frym në vendin tonë. Nga ana tjetër, nuk duhet shumë punë për ta bërë këtë, sepse mjafton të dalësh në qendër të Tiranës, të shikosh ato ndërtime makabre, pa kriter dhe në dëm të interesave të publikut, nuk ka nevojë fare që as Partia Demokratike, as Adriana Kalaja të shkojnë në SPAK, po SPAK-u vetë kryesisht, siç ka filluar kryesisht disa hetime kur e ka marrë në telefon Edi Rama dhe e ka bërë, kështu duhet ta bënte edhe me këtë, por nuk e ka bërë dhe jam e bindur që s'ka për ta bërë, për sa kohë që personi kryesor i lidhur me këtë çështje është Edi Rama. Ndërkohë ka një problem shumë të rëndësishëm, siç e thatë dhe ju, vetë raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit me lirinë e biznesit në Shqipëri ka ngritur pika shumë alarmante, të cilat ne në fakt i kemi ngritur në mënyrë sistematike, i kemi ngritur dhe denoncuar edhe me fakte dhe me prova, por jo vetëm thash nuk janë marrë në konsiderat nga institucion